Me këtë plan nuk u bashkua kapedani i Mirditës, Preng Bip Doda, i biri i Bip Dod Pashës. Prenga i mpreht për moshën 17 vjeçare, u kishte parashtruar ambasadorëve të Rusisë, Francës, Italisë dhe Austro-Hungarisë idenë për të bërë princ i Mirditës autonome. Vjena dhe Parisi ishin kundër pasi kjo e dobësonte tej mase perandorinë osmane. Përkundrazi Rusia dhe Italia e mbështetën. Dhe kështu Preng Bip Doda ngriti në Orosh flamurin e luftës për autonominë e Mirditës. Plani i Preng Bip Dodës kishte mbështetje të dobët mes elitës shqiptare. Mirdita e vogël, e izoluar dhe e varfër nuk mund të bëhej bërthama e shtetit të ardhshëm shqiptar. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, lëvizjet diplomatike të Kajmekanit tani tërhoqën vëmendjen e portës së lartë. Në ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bashkohuni tek regjimenti i Stradiodëve në Patreon.